Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çaji i hithërës, një mrekulli për shëndetin. Ja si ta përdorni për të trajtuar këto 8 probleme. Çaji i hithërës ka disa përfitime të mundshme shëndetësore për organizmin. Këto përfitime përfshin reduktimin e inflamacionit, uljen e sheqerit në gjak dhe mbështetjen e një sistemi të shëndetshëm urinar, citon Healthline. Njerëzit që pinë çaj për shumë arsye, qoftë për shkak të shijes, vetive stimuluese ose qetësuese dhe përfitimeve shëndetësore. Ndaj çaji bimor i njohur është edhe çaji i hithërës. Ndonse njerëzit e kanë përdorur atë për shekuj si një ilaç bimor, kërkimet moderne gjithashtu mbështesin shumë nga përfitimet e mundshme shëndetësore të hithërës dhe çajit të hithërës. Por cilat janë disa nga përfitimet shëndetësore? Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga bima e hithërës dhe çaji i saj. Ajo ndikon në shëndetin e traktit urinar. Hithra mund të ndihmojë në largimin e bakterieve që janë të dëmshme për traktin urinar. Kjo mund të ndihmojë njerëzit që kanë sëmundje urinare të tilla si problemet e prostatës, të cilat shkaktojnë një zhmallim të gjendrës së prostatës tek meshkujt. Kjo mund të shkaktojë dhimbje ose probleme të tjera urinare. Sipas një studimi të vitit 2013, burrat me prostatë që morën ekstraktin e hithërës kishin më pak simptoma klinike se ata që nuk e konsumuan, citon dhe Healthline. Hithra gjithashtu mund të ndihmojë në mbështetjen e çdo medikamenti që po merrni për infeksionet ose çrregullimet që lidhen me traktin urinar. Flisni fillimisht me mjekun tuaj për çdo ndërveprim të mundshëm midis ilaçeve bimore dhe ilaçeve që merrni. Ajo ndikon te artriti dhe tek dhimbja. Hithra është e përdorur historikisht për të trajtuar dhimbjet e muskujve të lënduar, veçanërisht ato të lidhura me artritin. Fondacioni i artritit sugjeron se çaji i hithërës gjithashtu mund të rregullojë inflamacionin dhe lidhjet e dhimbjeve me osteoartritin. Hithra dhe çaji i saj ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin e sheqerit në gjak. Hithra ka treguar disa efekte premtuese të niveleve të glukozës në gjak. Gjithashtu mund të ndihmojë pankreasin të prodhojë ose të lëshojë më shumë insulin, hormonin që ul stresin. Një studim i vitit 2013 tregoi se ekstrakti i gjethëve të hithërës ul glukozën në gjak dhe A1C me një grup njerëzish me diabet të tipi 2, të cilët po merrnin insulinë si dhe medikamente dhe barna për diabetin. Hithra është e lartë në kimikate bimore të quajtur polifenole. Hithra është e pasur me kimikate bimore të quajtura polifenole. Një përmbledhje e ulëtimit mbi polifenole sugjeron se këto përbërës të fuqishëm mund të luajnë një rol në parandalimin dhe menaxhimin e problemeve kronike të tilla që inflamacioni, diabeti, obeziteti, problemet të prostatës dhe sëmundjet e zemrës. Në veçanti, polifenolet nga ekstrakti i hithërës kanë treguar një potencial emocionues për trajtimin e problemeve të gjirit dhe problemeve të prostatës. Bima si hithra gjithashtu përmban antioksidant të fuqishëm, të cilat janë substanca që mbrojnë trupin nga plakja deri te dëmtimi i qelizave, citon Healthline. Gjithashtu, për të bërë çaj ju nevojitet 1 filxhan çaji me hithra të freskëta dhe 2 filxhan çaji me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithërës dhe i lani ato me ujë të bolshëm. Më pas hidhni në tenxhere dhe e lini të marrim një val. Uleni zjarrin dhe e lini të zjejë për pak kohë. Menjëherë më pas e kulloni lëngun dhe e pini. Shtoni mjaltin nëse dëshironi. Gjithashtu çaji i hithërës mund të japë shumë përfitime për organizmin tuaj. Ai mund të ndikojë gjithashtu edhe në një sër përfitimesh. Ai ka përfitime të mira antiinflamatore. Hithra ka veti antiinflamatore që ndihmon në çrregullimin e inflamacionit dhe redukton simptomat në kushte të tilla si ekzema, artriti dhe psoriaza. Ai është i pasur me antioksidant. Çaji i hithërës përmban nivele të larta të antioksidantëve, të cilët mund të përmirësojnë shëndetin tuaj, në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi dhe zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të caktuara si ato të zemrës ose probleme të rënda nga shëndeti i dobët. Ndihmojnë në mbështetjen e kockave. Hithrat përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh që ndihmojnë në mbështetjen e kockave të forta dhe të shëndetshme.
duke përfshirë kalciumin, magnezin, fosforin, zinkun, vitaminën K. Ato përmbajnë gjithashtu nivele të larta të borit që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të kalciumit në trup dhe mund të ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Kanë veti shëruese për lëkurën. Hithrat janë një anti-inflamator natyral dhe kanë veti anti-inflamatore dhe antibakteriale që ndihmojnë në trajtimin e problemeve të lëkurës si puçrat dhe problemet e ekzemave. Ato mund të ndihmojnë edhe në shëndetin e meshkujve. Vetit anti-inflamatore antivirale të hithrës janë zbuluar se ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të prostatës, citon Elsilaj. Ato mund të zvogëlojnë edhe dhimbjet e ata që vuajnë nga artriti. Një studim nga Universiteti Plymouthit zbuloi se hithra mund të zvogëlojë dhimbjet dhe pa aftësinë tek personat që vuajnë nga osteoartriti. Gjithashtu, hithrat ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Është zbuluar se hithra mund të përmirësojë nivelin e sheqerit në gjak duke rritur insulinën në trup dhe marrjen e qelizave B të pankreasit në trup, të cilat luajnë një rol jetik në homostazën e glukozës pasi janë një burim kryesor i insulinës. Ndihmojnë për të mbajtur nivele të shëndetshme të kolesterolit. Hithrat përmbajnë një fitokimikat të quajtur quercetin i cili ndihmon në uljen e kolesterolit total, si dhe ka veti që ndihmon në uljen e nivelit të lipideve në gjak. Ato mund të ndihmojnë edhe në uljen e presionit të gjakut. Disa kërkime kanë treguar se pirja e çajit të hithrës rregullisht mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Ato mund të ofrojnë përfitime shëndetësore kundër disa llojeve të problemeve. Disa kërkime kanë treguar se çaji i hithrës mund të mbrojë dhe të ngadalësojë përhapjen e disa qelizave të dëmshme. Kjo lundim është kryer edhe ka treguar se përfitimet të mëdha të hithrës do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive, citojnë ekspertët. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por do t'i japë përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër hithra përdoret për të luftuar zvokthin dhe për të hequr yndyrnat e tepërt nga floku. Përdorimi i vajit të hithrës mund të jetë gjithashtu një aleat i mirë për të pasur flok të shëndetshëm, plot jetë dhe të parandalojë gjithashtu dëmtimet e tij. Nëse doni që të keni flok të shëndetshëm, atëherë hithra asesi nuk duhet të mungojë në dietën tuaj për shkak të këtyre përfitimeve. Sot në Gjermani hithra shitet si një bimë medicinale për problemet e prostatës. Ajo përdoret gjithësisht në përgatitjen e shumë ilaçeve kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës shiten si një bimë medicinale për sëmundjet e prostatës. Gjithashtu, ato mund të përdoren edhe kundër sëmundjeve të reumatizmës, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren si receta natyrale për rrënjen e flokut, për ciklin femëror, hemoroide dhe ekzemat. Nëse vendosni hithrë në gishta ose në zona të tjera të prekura nga artriti, dhimbja do të qetësohet deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë të shumta, ndaj edhe përdorimi i saj duhet të bëhet gjithmonë në norma të lejuara. Ekspertët paralajmërojnë për përfitimet të rëndësishme që hithra do të ofrojë për shëndetin tuaj. Përbërësit e hithrës janë efikas kundër alergjive, artritit, astmës, infeksioneve urinare, gurve në veshka, sklerozës e shumë të tjera. Çaji me hithra dhe fara karafili mund të përdoret gjithashtu edhe për hidratim. Çaji i ftohtë i hithrës dhe farat e karafilit të ëmbël janë të shijshme dhe të pasura me vitamina dhe minerale. Gjithashtu hithra mund të përdoret në mënyra të ndryshme dhe përgatitja e recetës së tillë mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të keni një shëndet më të fortë, atëherë hithrën duhet ta keni pjesë të pandartë të dietave tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë ushqyese që ajo mbar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.